Do ma japësh fjalën apo ti ke fare? Vetëm ik fare. Vazhdo. Ik ma. Po, shkon vet. Mund të desh. Ik. Meru me oert. Neni, 2 ka këto shqetësime që kishit ju. Mere Damian fjalën edhe sqaro. Për logjik se tash. Për logjik. Dëgjova zotrin dhe me respektoj, por të paktën nga njohuri se tash çik marrin vesh nga kjo punë. Që të vësh një kull për wind farm dhe sot minimumi i prodhimit të një tauri është 6 mega, do të thotë është 100 metra lartë dhe nuk ka shans mos kesh i bazament mat betoni aty të strukturë metalike, se s'prodhohet më, nuk ka më mundësi pos 5-6 mega, nuk ka më prodhim. Do të thotë që bëhet fjalë për kulla masive të eolikëve. Tashi kjo është tjetër gjë, nëse do rri më mirë thoni, do rri raporti se duhet të sqaroni vetë nga trut. Se vini për agrovoltaike, kuptojnë agrovoltaiku. Agrovoltaiku është strukturë që ngrihet mbi tokë bujqësore, krijon dhe hije, e shpjegoi mirë zotria. Kurse kur bëhet fjalë për këto kullat me elikat me fjalë me gjithë strukturën, bëhet fjalë që ato janë struktura bazë që do t'i ngulësh në toka bujqësore. A duhet ky raport ose pse keni fut këtu? Unë s'jam i qartë për vete. Për mua s'duhet të fut fare kjo eolike këtu. Se flitet për agrovoltaik, pastaj futet dhe eolike. Ngatrohen me termat dhe mendojnë se janë gjitha njësoj. Se ato kanë dhe rrugë shërbimi. Se si do të transportohen ato. Prandaj mendoj, nuk e di se kanë menduar ose ata që o kanë dhënë, t'ia sqarojnë më mirë. Unë kaq kisha për vete, s'jam i qartë. Po, them drejt. Zoti ministër. Unë edhe votim nenin 2. Kush është dakord me nenin 2? Pro, kundër 2, një abstenim, miratohet. Neni 3. Pro, në fund fare. 3. Neni 3 pro, kundër s'ka, 2 kundër, një abstenim, miratohet. Neni 4, pro, 2 kundër, një abstenim, miratohet. Tani përpara se sa ta kalojmë votimin në tërësi, mund ta marrësh fjalën të bësh përmbledhjen tonë. Janë sqaruar gjitha pyetjet. U ezauruan gjitha. Tani, nëse do të bësh një përmbledhje mirë, nëse s'bën tani çfarë do të them? Jo pyetjet mbaruan. Po për mua. Me që i more për sipër, me na sqaru si me formin bujqësor që je. Po, jam me formin bujqësor, e kam përmbledhje. Njeni që po s'po të them dakord në rregull. Neni për që citove, të futi mrena deri në fyt. Sepse vetëm për foto. Po t'ishte ezaurus, tash me formin bujqësor, po këtë formin juridik. Është kështu? Në qoftë se neni 11 do të kishte qenë i mjaftueshëm, nuk do kishte pas nevojë për ndryshim neni pika 6. E neni 2. E problem neni 11, neni 2 pika 11, për pikën 6 s'kemi nevojë. Do të thotë, fakti që kanë sjellë pikën 6 me shënimin eloik, që nuk e kishe ke pika që lexove, pika 11, dakor? Do të thotë tu ka një problem, shtojnë diçka. Me gjithë besimin që ke nuk e ke qeveria, ti ke Edi Rama. Unë po i bëj thirrje për gjeshmëri state. Edhe te Edi Rama e kam besimin. Po pikërisht pa të them, jo ke qeveri. Po edhe te Edi Rama dhe te qeveria. Po shkëlqyer. Tash imagjino sikur mos jeti njëri i përgjegjshëm që i dhem veni, që nuk bën kur kompromis me oligarkët, ha? Për të fituar një lek për vete, si Edi Rama, po ta zejmë se një ditë vjen Saliu dhe ka këtë instrument në dorë, që e vendos Këshilli i Ministrave, një njeri i papërgjegjshëm si Sali Berisha. Mund ta ketë këtë instrument dorë, se dhe ndodhur rëndësi se demokracia është kjo, lëvizin gjona. Saliu spyt për njerëz që ato pyet për tokat bujqësore. Tash po të them, bashkë me kolegun Gjiknuri, po kërkojmë sqarim. Ke gjëja. Dhe po themi. Jo mos keni për të sqaruar kur gjë tani. Jo, dakord. Dakord. Ti merre mbyllë këtu, s'është problema apo. Po i folë sa dush ti, jepi. Tash ti po të them edhe një herë, nëse këtu do të kishim diskutime vetëm ajo se votën e ke. Pa bukuri. Se pyetshim dhe 2 pyetje të tjera, ne nuk ishte problem. Urgjenca që ke, nervozizmi që tregon me mbyll tu këtë punë, do të thotë ajo që ju thash parë. Po, flet lepur i fer. Jeni duke bodom. Jeni duke bodom, nuk na leni as të pyesim as sqarohemi. Turp ju vi kush e voton pro? Turp, po, shumë mirë. Na e le turpin ne, e gjetët lepurin fer ju të 3 sot në rregull. Tani kush është dakord të tërësi me projekt ligjin? Jo, riga abstenimit ti. Po le të jap shpjegimin. Pro, se u keq kuptohet edhe tjerë. 2 kundër, 1 abstenim me 3 e 3 6, 7 me 7 vota pro, miratohet projekt ligji. Kalojmë tek
Ky projekt ligjit i kaloi. Do ma japësh fjalën apo ti i fare? Vetëm i fare. Ik më. Po, shkon vet. Ik. Meru me oert. No pash. Hajde, së gjë. Ju lutem zini vendet. Projekt ligji për ratifikimin e konventës për Byron e Konferencës Europiane të Aviacionit Civil, bërë në Bërn më 30 gusht 2025, jemi komision për dhënie mendimi, relator do tjetë kolegu Ani Dyrmishi, kanë konfirmuar pjesëmarrjen nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, zonja Engeleda Muçaj, zëvendës ministre, dhe zonja Elira Alushani, përgjegjës i sektorit të legjislacionit në aviacionin civil, shqiptar. Zonja Muçaj, do t'ju lutesha shumë shkurt ku konsiston këto ndryshime që ju sillni në projekt ligjin për ratifikimin e konventës për Byron e Konferencës Europiane të Aviacionit Civil, e më pas zoti Dyrmishi si relator në emër të komisionit. I nderuar kryetar, të nderuar antar, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka kënaqësinë të ndajë me ju sot këtë projekt ligj në lidhje me krijimin e konventës për sekretariatin e Konferencës Europiane të Aviacionit Civil, i cili, të nderuar, përbën një konferencë në të cilën Republika e Shqipërisë është anëtare qysh për vitin 1998, sipas ligjit të 97-s 26/11, pikërisht për antarësimin e Republikës në këtë konferencë. Çfarë silli me këtë akt, të dashur? Në fakt, kjo konvent në vetvete tenton dhe synon pra tia personalitet juridik ndërkombëtar sekretariatit aktual, pikërisht të konferencës së Europiane të Aviacionit Civil, e cila deri më dje i mbrante këto marrëdhënie juridike nëpërmjet organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil. Në këtë kuptim, kjo konvent i jep këtij sekretariatit, duke e konvertuar atë në biro, disa detyra, disa mundësi, pikërisht për të punësuar drejt për tejt personel, për të lidhur kontrata marrëveshje, për të administruar fonde llogari bankare, për të marrë miqëra pra për të futur në qarkullim civil dhe për të ushtruar detyrat e veta këtë herë, pikërisht në përfaqësim të 44 vendeve që janë anëtare të Konferencës Europiane të Aviacionit Civil. Të dashur, ky akt në vetvete është miratuar me vendimin e Këshillit Ministra 568/8/2025, është propozuar pranë jush në përputhje dhe në mbështetje të neneve 81.1, 100.121.1 të Kushtetutës dhe nenit 17 të ligjit 43/2016 për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do të jetë përgjegjëse për zbatimin e kësaj konvente dhe në vetvete, pra antarësimin në të, e cila ndërkohë është realizuar pikërisht nëpërmjet themi firmës që drejtori i aviacionit civil ka themi i ka dhënë në lidhje me këtë marrëveshje pikërisht në 22 maj të vitit 2025, mundëson që Shqipëria të mund të vijojë aktivitetin e vet pranë një organizate të një rëndësie të veçantë që lidhet me harmonizimin e standardeve të aviacionit civil për të gjithë vendet anëtare, 44 vende anëtare. Ne ju ftojmë, lutem, që të jemi ta votojmë këtë akt dhe duke ju falenderuar si gjithmonë për disponueshmërinë dhe mundësinë që na jepni për të paraqitur aktet tona. Shumë faleminderit, të nderuar. Po, zoti Dyrmishi ka fjalën. Faleminderit kryetar, nderuar profesorës ministrisë. Si shtatë zëvendës ministra, qëllimi kryesor i këtij përligji është ratifikimi i konventës për Byron e Konferencës Europiane të Aviacionit Civil. Konventa sjell një ndryshim të rëndësishëm në strukturën institucionale të ECAC-ut, duke zëvendësuar sekretariatin ekzistues, i cili nuk ka personalitet juridik të veçantë, me një bëro të pajisur me personalitet juridik ndërkombëtar. Nga pikpamja juridike, ky transferim është i domosdoshëm pas ndarjes së ECAC-ut nga Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil ICAO në vitin 2020, organizata nuk zonë më mbështetjen juridike që më parë sigurohej përmes ICAO-s. Në mungesë të një subjekti me personalitet juridik të vetin, ECAC-ja do të përballet me vështirësinë në ushtrimin e kapacitetit të saj juridik, përfshi lidhjen e kontratave, administrimin e buxhetit dhe pasurisë si dhe përfaqësimin e marrëdhënieve juridike me palët e treta. Nga pikpamja e shkallës parafimit me aksit komunitar, ky projekt nuk ka synim ndonjë parafim me aksit komunitar. Në raport me shpenzimet buxhetore nuk ka efekte financiare.
Më përfundim në aspektin ligjor, besoj se projekt ligji është i propozuar në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin fuqi. Në aspektin procedural, projekt ligji është paraqitur në përputhje me rregullorin e Kuvendit. Dhe së fundi, si relator vlerësoj rëndësinë e miratimit të projekt ligji dhe kërkoj kolegëve ta miratojnë atë në komision në cilësinë e komisionit për dhënien e mendimi. Ju falenderoj. Po faleminderit zoti Dyrmishi. Kjo është një konvent, besoj nuk ka pyetje dhe diskutime, shumë e qartë konventa. Kush është pronë parim? Sa jemi 3-7 pro? 8 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet në parim projekt ligji për ratifikimin e konventës për Byron e Konferencës Evropiane të Aviacionit Civil, bërë në Bern më 30 gusht 2025. Kalojmë në shqyrtimin dhe votimin nën për nën. Neni 1, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 2, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Kalojmë votimin tërësi. Kush është dakord tërësi? Pro, kundër s'ka, asnjë abstenim, miratohet në tërësi dhe ky projekt ligj. Ndërkohë, duke e falenderuar zonjën Muçaj për prezencën, ne kalojmë tek projekt ligji tjetër, që është projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 27 vitit 2016 për menaxhimin e kimikateve të ndryshuar. Edhe këtu jemi komision për dhënien mendimi. Relatori do të jetë kolegja Aulona Bylykbashi. Kemi prezent nga Ministria e Mjedisit, zotin Gent Gazheli, zëvendës ministër i Mjedisit, zonjën Fationa Cinaj, drejtoresh e klimës në këtë ministri, drejtoresh e klimës, dhe ka funksion tjetër apo vetëm kaq? Se thot drejtoresh e klimës dhe ma kanë lënë këtu, pika. Vazhdon, po. Dhe zonja Eneida Rabdishta, përgjegjëse e sektorit politikave klimatike dhe GHG-s. Mirë se keni ardhur sot në komision. Zoti Gazheli, shumë shkurt duam një prezantim të këtyre ndryshimeve në ligjin për menaxhimin e kimikateve, e më pas zonja Bylykbashi dhe në votim. Zoti kryetari i komisionit, të nderuar zonja dhe zotëri deputet kuvendit, qëllimi i projektaktit dhe objektivat që synojmë të arrihen kanë lidhje me harmonizimin me legjislacionin fuqi në fushën e lejeve dhe licencave për industrinë, si dhe përmirësimin dhe thjeshtëzimi i kuadrit ligjor në fushën e menaxhimit të kimikateve nëpërmjet lehtësimit të procedurat administrative dhe krijimit të mekanizmave më efikas për administrimin e substancave me rrezikshmëri të lartë në funksion të zbatimit më praktik dhe fleksibël të legjislacionit kombëtar ekzistues. Projekt ligji synon heqjen e kërkesës për licencim për veprimtari përkatëse, për sa kohë ato nuk janë pjesë e legjislacionit specifik, me qëllim reduktimin e barierës administrative. Krijimin e një mekanizëm më fleksibël dhe efikas për miratimin dhe përditësimin e listave të substancave me rrezikshmëri të lartë, thjeshtëzimin e procedurave administrative dhe shmangjen e mbivendosjes